Mirë se erdhët të dashur ujor në Letra të Rrëfejnë. Diana do bëj leximin e juaj për javën që vjen, që jemi fokusuar vetëm çfarë sjell java apo çfarë energjie vetëm për të ardhmen. Përpara nesh kemi 4 të shpatës, kemi botën, mbretin e monedhës, kemi 3 të shpatës, kemi 8 të shpatës dhe asin e monedhës. Ujor, kjo javë fillon me një lodhje, ta them unë, që nuk është vetëm fizike, por dhe mendore. 4 të shpatës, shikoni ku jeni shtrirë këtu, 4 të shpatës tregon që keni nevojë të ndaleni pak edhe të merrni frymë. Disa prej jush, apo shumë nga ju, ujor, kanë kaluar javë duke menduar për të njëjtën situatë pa pushim. Mund të jeni tërhequr për të heshtur ose thjesht pa nerva për njerëz që thithin energjinë. Dhe sinqerisht, trupi juaj po kërkon pushim para se t'ju detyroj me zor. Pas kësaj vjen bota dhe tregon mbylljen e një cikli. Një situatë po arrin fundin e vet. Mund të jetë kjo lidhje, mund të jetë kjo situatë, një zhgënjim, një pritje ose thjesht një periudhë ku jeni ndjerë të bllokuar. Kjo letër tregon që po hyni në një fazë më të pjekur, po filloni të shihni gjëra të ndryshe dhe nuk po pranoni më minimumin vetëm sepse ndiheni vetëm. Tani, kjo mund të jetë për shumë situata në jetën e juaj, të ndryshme. Mund të jetë që kjo letër është dhe pozitive, por dhe negative që mund të duket për momentin, do të thotë një largim nga një situatë, një largim nga një person, që do të thotë mbylljen e një cikli një herë për gjithmonë, të dashur ujor. Pra, mbyllja e një cikli mund të jetë për momentin zhgënjyese, por që do të thotë për të ecur përpara. Që mos qëndroni në një vend, numro, qoftë situatë apo person. Pastaj kemi mbretin e monedhës, e çon fokusin shumë te stabiliteti. Mbi këta brit të këtij dreri që tregon forcën, tregon dëshirën për stabilitet. Kjo javë bën më praktike, parat, punën, siguria dhe ardhmja do të jenë në prioritet për ju dhe duhet të jenë të dashur ujor. Mund të keni kontakt me një person serioz, të matur ose dikë që ju jep ndjesinë e stabilitetit. Për disa kjo letër tregon përmirësim financiar ose një mundësi konkrete që mund t'ju sjell më shumë siguri nga kjo për ta përmbyllur këtë cikël pra dhe stabilitet. Dhe këtu filloni të kuptoni që diçka të rëndësishme. Qetësia vlen më shumë se emocionet që ju lodhin. Por 3 të shpatës tregon drejt e në zemrën e juaj. Tregon që ka ende plag nga ato që lodhja juaj, qoftë situata apo person, që një përfundim, sado që tash mund të jetë zhgënjyes të dashur ujor, por që është më i miri për ju për të ecur përpara. Dhe këto plag tregojnë që janë ende aty, që nuk është mbyllur plotësisht. Dikush mund t'ju ketë zhgënjyer se mund të kuptoni që keni pritur shumë nga dikush që nuk ka qenë në gjendje t'ju jap atë që donit. Nuk duket si tradhti dramatike, film turk, ta them kështu, por më shumë si ai momenti kur e kupton që po lodhesh duke pritur diçka që nuk po ndryshon. 8 të shpatës, shikoni këtë personin këtu, krahët i ka jashtë kafazit, dhe kafazin hapur, por nuk po fluturon. Tregon problemi më i madh këtë javë nuk janë rrethanat, por mendimet e juaja. Do ndjeni të bllokuar mes po sikur, po çfarë nëse, dhe kjo ju mban pezull. Dikush prej jush po mendon aq shumë sa po krijon burg në kokën e vet, të dashur ujor. Ndërkohë që zgjidhja shumë afër
apo më afër se që mendoni. Duhet të ndaloni së ushqyeri frikën. Kafazi është i hapur. Krahët i keni dhe mund të fluturoni, të largoheni nga kjo situatë. Vetë qëndrimi i juaj aty është me një farë mënyre vetë pranim. Java mbyllet me një letër kogja të bukur, asin e monedhës, dhe kjo është letra që jep kuptim gjithë leximit tuaj. Pas lodhjes, zhgënjimit, analizimit të tepërt, vjen kjo mundësi e re. Mund të jetë financiare, një njohje me dikë, një fillim i ri ose thjesht një ndjenjë që më në fund po riktheheni tek vetja juaj. Pra po dilni nga ky kafaz dhe po fluturoni të lirshëm. Ky letër nuk premton mrekulli të dashurijor brenda natës, por premton që diçka reale dhe të qëndrueshme nëse dini ta kapni. Nëse dini të dilni nga kjo. Nëse dini nga dal të i shëroni këto plagë, dhe pse është e vështirë, e di dhe ju kuptoj për çfarë do që të ketë qenë arsyeja. Nëse vërtet e përmbyllni dhe çlodheni, tërhiqeni nga kjo situatë, nuk ja vlen barrat që ranë. Kushdo të jetë apo çfarë do lloj situate t'ju bëj në këtë mënyrë. Këshillën që mund t'ju jap të dashurior është mos mbani derën hapur për njerëz që ju japin vetëm konfuzion. Disa gjëra nuk rregullohen me më shumë durim, por me më shumë vetë respekt. Kur lodhesh duke mbajtur dikë pas vetes, ndoshta shkohet të ecësh përpara, pa të. Apo larga se situata.